Partitë politike të përfaqësuara në kuvend nuk janë pajtuar për formimin e komisioneve parlamentare të legjislaturës së nëntë. Në mbledhjen e kryesisë të enjtën, pos funksionalizimit të trupave të kuvendit, është diskutuar edhe miratimi i buxhetit për radio-televizionin e Kosovës, atyre për komunat e Prishtinës, Zveçanit e Zubin Potokut, si dhe për atë vjetor të shtetit. Sipas kryetarit të kuvendit Dim Albasha, në rrethanat e jashtëzakonshme që është vendi, funksionalizimi i përkohshëm i komisioneve është forma e vetme për të dhënë zgjidhje çështjeve të adresuara. Po me pos vullnet politik, unë mendoj që kishim marrë dakordons me ndo këtu 14 komisione parlamentare që kemi pos, veç sa fazë tranzicionale për me miratu buxhetet në fjalë. Pastaj, nëse kemi qeveri të re, edhe kemi dikastere të reja, kuvendi nuk janë dalën askush për me themelu komisione tjera parlamentare, edhe me ndo dikasterët që mbikëqyrin qeverinë. Përpjekjet për formim të komisioneve e miratim të buxheteve janë konsideruar jo ligjore dhe jo kushtetuese nga nënkryetaria e kuvendit nga radhët e PDK-s Vlora Qitaku. Sipas saj, thirrja e seancës së re për zgjedhjen e qeverisë është e vetmja pikë që mund të trajtohet në kryesi aktualisht. Puna kërkohet të simulojmë demokraci, duke shkelur kushtetutën. Kush është pozica në Kosovë? Kush është opozitë? Janë dy komisione që i takojnë opozitës. Kush është opozita? Kënd e mbikëqyr ky parlament? Kush është qeveria? I njëjti njeri që don me ta sjell buxhetin është edhe ministër edhe deputet. Domethënë nuk do të lejojmë që me vetdije të shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës. E nënkryetaria nga radhët e vetëvendosjes Albulena Haxhiu ka thënë se rreziku që punëtorët e RTK-s të mbesin pa paga e që vendi të hyjë në krizë për shkak të mosaprovimit të buxhetit për vitin e ardhshëm ka mundur të shmangët, po të kishte vullnet nga përfaqësuesit e subjekteve të tjera. Ky nuk është buxhet i Albin Kurtit, as i vetëvendosjes. Nëse ka një natë me kryeministrin Kurti apo me lëvizjen vetëvendosje, unë sot i ftoj që të reflektojnë, që të heqin dorë nga këto inate, sepse po bëhet fjalë për qytetarët e Republikës së Kosovës, e si përfaqësues të tyre natyrisht që do duhet të ishim në nivelin e detyrës tonë. Në mungesë të miratimit të buxhetit nga kuvendi, nga janari vitit të ardhshëm nuk mund të realizohet asnjë projekt i ri, derisa nga marsi as të ekzekutohen pagat për sektorin publik.